Deputeti i Partisë Demokratike Bilind Kylliçi u paraqit këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme për dëshmuar si pjesë e hetimeve të dosjes 5D. Seanca u karakterizua nga momentet tensioni për shkak të përplasjes mes Kylliçit dhe avokatëve të pandehurve. Gjatë marrjes në pyetje, avokatët e të pandehurve tentuan të vënë në dyshim besueshmërinë e dëshmisë së deputetit demokrat, duke nxjerrë në pa kontradikta të mundshme dhe duke akuzuar se deklarimet e tij kishin karakter politik dhe jo ligjor. Kylliçi kundërshtoi ashpër këtë qasje duke theksuar se çdo informacion që ofronte shërbente për zbardhjen e së vërtetës në këtë hetim. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, është kaluar edhe deri diku në ridikulim të situatës dhe të zgjedhjeve të vitit 2023, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës, por sigurisht avokatërve mbrojtës me që kjo pyetje ishte një çështje që nuk është në themel të diskutimit brenda sallës gjyqit, po ja jap përgjigjen këtu, më mirë këtu ku jam unë sot, sesa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabi i tij elektoral 5D, me që kishin hallin e rezultatit të 14 majit vitit 2023. Seanca vijoi me pyetje mbi burimin e informacionit dhe deklarimet e dhëna në publik, ndërsa Kylliçi theksoi gatishmërinë për të bashkëpunuar me drejtsinë dhe për t'i dhënë informacione të sakta mbi çështjet e hetura. Pavarësisht tensionit, dëshmia e tij u regjistrua e plot dhe do të përdoret si provë e rëndësishme në procesin gjyqësor. Dosja 5D lidhet me akuza të ndryshme për ish drejtor të institucioneve publike. Në korrik të vitit kaluar, SPAK njoftoi akuzat ndaj Redian Modhës dhe Mariglen Qatos për korrupsion pasiv dhe mosdeklarim të pasurive, ndërsa Taulan Tushe u akuzua për shkelje të barazisë në tendera. 3 ish drejtorë u arrestuan në mars të vitit 2023 me urdhër të prokurisë së posaçme antikorrupsion dhe hetimet vijojnë për të dokumentuar rolin e tyre dhe të tjerëve në këtë çështje.